A thu vallë, pse duhet me pas frikë për shirkut? Pse na me pas frikë për shirkut? Na jemi ummeti Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Allah ka përgëzuar Allahu dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në shumë hadithe se jemi ummeti më i mirë. Ummeti më i mirë. A thu vallë, pse mu friksu na për shirkut? Pse duhet mu friksue? Na tregon një hadith pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që do të përmendet në një kapitull pak më vonë. Na tregon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i cili thot, hadith, nuk ka për të bë kiameti, vëmendje, nuk ka për të bë kiameti derisa një grup, pra nuk ka për të bë kiameti pa ndodh kjo. Çka ka më ndodh? Një grup i umetit tem do të bëhen me mushrikët. Një grup prej umetit tim do të bëhen me mushrikët. Dhe derisa një grup prej umetit tim t'i adhurojnë statujat. Ja abudul authan. Asnam do me thonë statuj që e shofmi na. Authan do me thonë gjithë shka që adhurojnë pas Allahut. Qoftë varr, qoftë dru, qoftë gur, qoftë statuj, qoftë sistem, çka do koft, pa ndodhur të dyja nuk bëhet kiameti. Pa ndodhur të dyja nuk bëhet kiameti. Dhe vetëm se është realizu ajo për të cilën e ka lajmëruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pra nëse ummeti pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, a duhet mu fiksu për shirkut? Duhet mu fiksu për shirkut. Për shkak se shirku pas ka me ndodh, ka ndodh në umetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Një grup i umetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam janë bë me mushrik. Janë bë me mushrik kundër muslimanëve. Sa shtete prej shteteve të ashtuquara islame janë fut në aleancën kryqëtare kundër muslimanëve. Në emër të ekspeditave të aleancës kryqëtare, misione paqësore. Në misione paqësore. Në misionin paqësor në Irak, viteve 90-ta kanë vdek 1 milion musliman. Paqësor, 1 milion ka vdek. Në Afganistan, 96 në teri 2000-ën, mision paqësor me kombët e shkatruara, 1 milion musliman. Në Sudan e njëjta, aty e njëjta, misione paqësore ku vritën musliman ban me shkue. Kurse në misione për me ndihmu musliman nuk ban me shkue. Kjo është edhe njëherë realizimi dhe vërtetimi i asaj që ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Një grup i umetit tem, ai grupi nuk është kusht me qenë me një vend. Një që kanë thënë dietarët për grupin e shpëtuar. Grupi i shpëtuar që kanë përmendur dietarët, nuk është kusht më kon këtë me një vend. Ka mundsi një me qenë këtu, ka mundsi një me qenë atje, ama jo grup konsiderohet. Një musliman këtu, një musliman këtu, një musliman atje, një musliman atje, lindje perëndim jug, lindje veri kat shkojsh. Ka njerëz, pa ato konsiderohen një grup të Allahut te bartëra. Njëjtë edhe pala tjetër. Ata që kanë më bë me jo besimtar kundër musliman nuk është kusht me qenë këtë me një vend. Do prej atje, një 20 shqiptar musliman të ashtu quhet musliman pi Maqedonia, një 80 pi Shqipëria, një 30 tash pi Kosovë, një 30 pi Malizzi, një 25 pi Evropë, një 200 pi Kinë, pi ka. Këto janë këtë një grup që bëhen kundër muslimanëve e vërtetojnë hadithin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam.